që është eliksir për shëndetjen e sorës. Pse? Për arsye se përveç probiotikëve, që e dim të krejt produktet që fermentohen prej qumshit, përmbajnë sasi të lartë të probiotikëve dhe janë të rëndësishme. Kemi mësuar që edhe probiotikë në formë të suplementeve janë shumë të rëndësishme për shëndetin tonë. Kefiri përmban edhe prebiotik, ndërsa gjatë fermentimit për shembull ka edhe më shumë vitamina, përmban edhe vitaminën D, edhe pse prebiotik. Për arsye se në florën tonë të zorës, në të gjitha florat kemi miliona bakterie. Edhe na jemi mësu vetëm laktobacillin, për shembull me marr probiotik, ato flakonat laktobacille, po përdesa është në masë më të madhe, është shumë e vërtet, edhe ai duhet mu kompenzu në momentin që kemi e supozojmë që është dëmtu, më thon flora jonë, edhe bakteret janë dëmtu pas përdorimit të antibiotikëve, pas ndaj traume për shembull që ka psu sistemi tretës, diare ose e konsiderojmë që janë